Të gjithë të paraburgosurit, mund t'ju them që disa prej tyre janë të dëmtuar. Gentiani, për shembull, ka probleme edhe në qëndrimin, për qëndruar në këmbë, për shkak të marrjes varr dhe hedhjes së tij drejt disa tubave të hekrit gjatë momentit të arrestimit. Gentiani është banor i njësisë 9. Gjithashtu një iri tjetër nga Sukthi është goditur shumë, plagët duken tek pjesa e fytit, që është kapur prej fyti, është goditur në trup sepse i ka trupin me vula dhe duket sepse bluzjen ja kanë shklyer komplet dhe qartazi një akt kriminal dhe barbar ndaj protestuesve. Patjetër mjeku këtu i ka vizituar, ka marrë masat. Të gjithë kanë pasur probleme dhe kanë probleme aktualisht me syt, për shkak të lëndëve djegëse që kanë përdorur policia, të cilat janë të patolerueshme gjatë protestave. Ajo që vlen për t'u sqaruar është që pas vendosjes së krimit organizuar, pas vendosjes së Lubi Ballukut, që i bëri drejtorit të ri të policisë, drejtorit Hoda, një njeri i vendosur, i emëruar nga Belinda Balluku. Unë e kam paralajmëruar 3 ditë para që do t'ishte Hoda njeriu i përzgjedhur, sepse ishte ai i cili ka mbrojtur krimet elektorale të Lubi Ballukut. Hida, po. Hidaj, ai ka qenë njeriu i cili Balluku kërkonte dhe prandaj e kam deklaruar 3 ditë përpara se të vendosej, dhe këtu ju kujtoj edhe debatin tim me pseudo-ministrin e brendshëm, një ushtar karrikeje që nuk ka dorë as të flas, as mos të flas pa lejen e Lubis. Ka qenë Lubia, patjetër në urdhrat ekzekutive të Edi Ramës, që ka urdhëruar ndërhyrje në formën më kriminale nga efektiv policie të lidhur me krimin e organizuar, në edhe pa diskutim një pjesë e mirë e tyre duke marrë parasysh vrrullin që kishin për dhunë, me shumë gjas, të droguar. Ndaj dhe unë do të propozoj në Komisionin e Sigurisë që të bëhet testi i drogës në mënyrë të hapur për të gjithë policët të cilët marrin pjesë në këto tubime, për të parë se në çfarë gjendje janë këta njerëz që sulen si shtaz, si kriminal ndaj qytetarëve që vinë për të protestuar.